Moderatorja e njohur Chiara Tito ka ndarë një moment të veçantë dhe shumë humoristik me ndjekësit e saj, duke e bërë sërish protagonist bashkëshortin e saj, këngëtarin e dashur për publikun, Louise Ailey. Në një video të shkurtër, por mjaft argëtuese, Chiara shihet e shtrirë në divan, ndërsa i drejtohet Louisit me një pyetje tipike që çdo vajzë i bën partnerit të saj: si të duket modeli i ri i flokëve? Pyetje që zakonisht pritet të marrë një përgjigje me komplimente ose një reagim entuziast, këtë herë është kthyer në një moment të mbushur me humor falë reagimit të Louisit. Në vend që të jepte një koment klasik mbi pamjen e Chiarës, Louisi zgjodhi të luante me humor, duke bërë shaka sikur nuk shihte asnjë ndryshim dhe duke u shfaqur i habitur. Me një qëndrim plot ironi të ëmbël, ai la të kuptojë sikur gjithë situata ishte pjesë e një loje mes tyre. Pikërisht ky stil i tij i natyrshëm, i kombinuar me spontanitetin e Chiarës, bëri që videoja të shpërthente në të qeshura tek ndjekësit. Momente të tilla të thjeshta janë bërë tashmë pjesë e përditshmërisë së çiftit, duke e kthyer marrëdhënien e tyre në një shembull të bukur për shumë njerëz. Dashuria e tyre shfaqet jo vetëm në gjestet romantike, por edhe në mënyrën se si ata argëtohen me njëri tjetrin. Kjo është edhe arsyeja pse çdo video e tyre shpërndahet me shpejtësi dhe komentohet gjerësisht. Për shumë çifte, kjo skenë duket e njohur, partnerja që pret një reagim për ndryshimin e saj dhe partneri që ose nuk e vëren menjëherë, ose e kthen situatën në humor. Te Louisi dhe Chiara, ky moment u bë edhe më i veçantë, pasi reflekton lidhjen e tyre të fortë dhe mënyrën unike se si e shijojnë bashkë çdo ditë. Ky episod është edhe një kujtesë e bukur se marrëdhëniet nuk kanë nevojë gjithmonë për gjeste të mëdha për të qenë të lumtura. Përkundrazi, janë detajet e vogla, batutat e përditshme dhe e qeshura e sinqertë që e bëjnë dashurinë të jetë e qëndrueshme dhe e gëzueshme. Ky moment i ëmbël mes Louisit dhe Chiarës tregon edhe një herë se sa e rëndësishme është të ruash humorin në çift, pavarësisht situatave të përditshme. Një batutë e thjeshtë, një shaka e lehtë apo një reagim spontan kanë fuqinë të sjellin më shumë ngrohtësi se sa dhjetëra fjalë të menduara gjallë. Çifti ka treguar se dashuria nuk lidhet vetëm me fjalë të mëdha apo gjeste të bujshme, por edhe me aftësinë për të qeshur bashkë në çdo moment, për ta parë jetën me sy pozitiv dhe për të gjetur kënaqësi në gjërat e vogla. Në fund të ditës, janë këto kujtime të thjeshta e të sinqerta që mbeten më gjatë në zemrat tona dhe që i japin çdo histori e dashurie një bukuri të veçantë.